Mendoj që të rasti Lidhjes Demokratike e Kosovës, natyrisht, tash unë po flas për bindjet e mia, unë si bindjet mia politike kështu, shkoj ka una e djathtë dhe mendoj që pa desh tash të rivalitete politike ka, por unë mendoj që Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë parti shtetëndërtuese. Kanë qenë parti serioze. Kanë pas njerëz me kredibilitet, edhe në hartimin e kushtetutës, edhe në shpalljen e pavarësisë, dhe kanë qenë parti që i kanë ulë gjokrat për hir të shtetësisë e Kosovës. Mandej kanë bërë kompromise, të cilat i kanë levërdisë qytetarit rezident, shqiptarëve në përgjithësi, por edhe banorit ose qytetarit rezident të Republikës Kosovës. Tash LDK-ja për me dalë të ajo që se si unë e shonë, LDK-ja pse u ndeshku LDK-ja, janë shumë faktorë. Unë mendoj që këto është një dominancë e diskursit të Albin Kurtit dhe një frikë e partive opozitare kundër këtij diskursi. Pra dhe kjo për mendimin tim është e papranueshme. Pra, ti e ke një Lidhje Demokratike të Kosovës, e cila akoma vitin 2026 kërkon vota në emën të Ibrahim Ruguvës, dhe e ki Partinë Demokratike të Kosovës, të cilën e mban akoma gjallë figura e presidentit Hashim Thaçi. Dhe për mendimin tim kjo është gabim. Për shkak se LDK-s i ka vdek presidenti ose kryetari dhe presidenti i Kosovës që ka qenë, ka vdek dhe akoma e mban një pjesë të entuziastit të elektoratit aty brenda, ndërsa një pjesë tjetër natyrisht që e ka marrë vetëvendosja, një pjesë të konsiderueshme. Ndërsa Partinë Demokratike të Kosovës e mban gjallë emri i Hashim Thaçit. Sikur mos ishte ta zëm Hashim Thaçi si figurë, Partia Demokratike e Kosovës po ta garantoj që është nën Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kështu që, domethënë, kjo është një analizë cilën e vren jetën terren. Mungesa e leadershipit këtu tash, te partive opozitare, edhe të zotrit Abdegjiku, edhe te Partisë Demokratike të Kosovës ka lënë pasoja. Dhe tash te zgjedhja e zotrit Abdegjiku, unë mendoj që ekziston një alternativë për më rrit Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës është e vetmja parti që me rritjen e saj e krijon një shpresë opozitare. Sa që ekziston alternativë me u rrit. Po ekziston një alternativë. Alternativa e vetme e cila e ndon Albin Kurtin është ndarja me Vjosa Osmanin. Për mendimin tim nuk e konsideroj Vjosa Osmanin si një figurë e cila është pragmatike ku ta diun e politike, sepse ajo i ka bërë dëm Lidhjes Demokratike të Kosovës, mirë po ajo ka një përkrahje qytetare, kjo është një fakt. Zotri Albin Kurti pa mbështetjen e Vjosa Osmanit, edhe kësaj rrode, edhe gjithmonë nuk kish arrit me prek 50%. Se ne e dim shumë mirë ku është i orientuar elektorati i LDK-s dhe kjo nuk është fshehtësi, nuk është fshehtësi. Si ndihmon Vjosa Osmani LDK-s? Vjosa Osmani ndihmon LDK-s nëse ajo për shembull mendon sepse mendoj që është e re Vjosa Osmani. Dhe ka një karrierë politike, ka qenë presidente, ka një përvojë. Unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës duhet me dal pak disa figura politike ato jashtë vetës, sepse në politik duhet me bëllë kompromise. Duhet me lënë inati, unë mendoj që nëse ti dën me mbyt, si parti opozitar është interes yti, nëse ti dën me ndalë ndikimin Albin Kurtit, që thoj kaj mos me të shkërmuq në zgjedhje ty, ti dush me bo qëtë alternativë. Nëse dën vazhdo, po në pozitën që janë partitë opozitare që thash, Albin Kurti me bo rasisht një tek me shku verës në zgjedhje. Me që qase, se nuk është këtu merit e Albin Kurtit, mirë, po këtu është merit edhe merit, po këtu është edhe një farloj inferioriteti që ndin këtu dy parti, se përgjithësia është këtu dyja, inferioriteti këtyre dy partive në raport me zotrin Kurti. Dhe nëse këtu me këtë qasje që e kanë, me këta filmat lëdhë që janë të i bo momentalisht, unë e mendoj që me shku zotri Kurti bashkë me Vjosa Osmanin zgjedhje, këta për një me i ule dhe PDK-n, se djetë që kanë ndodhi me Partinë Demokratike të rasti i votave për deputet, kjo i konvenon zotrit Kurti, për arsye se e ka ullë reputacionin e tyre në kështu. Mandej, por edhe shtë një rast tjetër, nëse zotri Hashim Thaçi kthehet nga Haga në muajin prill, atëherë edhe atu në mendoj që do të ketë një ndryshim të skenës politike. Po janë këtu dy opsione. Këtu dy opsione të cilat bërë momentalisht për njerëz që janë këtu, se na nuk e dim për shkak zotri Thaçi, a do të merret me politika apo jo. Mandej është
tem tjetër. A merret as merret nuk e dim, por unë po flas për njerëz aktorët politik që janë këtu prezent. Dhe unë personalisht nuk e pëlqej Vjosa Osmanin me qasjen e saj politike, sepse ajo i ka bërë dëm një lidhje, siç është i ka bërë dëm lidhjes demokratike të Kosovës, sepse për interesin e saj i ka funksionuar gjithçka. Po tek e fundit politika është edhe interes. Mirë po, këtu mbi të gjitha është interesi i Kosovës. Dhe lidha demokratike e Kosovës e ka problem. LDK-ja e pamundësoj edhe realisht e largoi edhe prej kuvendit e përzoni Vjosën. Po nuk është përzërja. Nuk ka leju kadra të reja, i ka promovu, po si ka leju marrë dhe nuk është ajo përzërja, se për shembull mënyra që Vjosa Osmani ka ro ndesh me zonën Gërvalla është largu prej kuvendit. S'lon me marr pjesë. Mënyra që ka ro ndesh Vjosa Osmani me LDK-n dhe me që më thonë me kriteret që i ka posë LDK-ja, kriteret e saj politike, ajo nuk dën mend. Për arsye se braktisja e lidhjes demokratike të Kosovës nga Vjosa Osmani ka qenë për mendimin tim, nëse e kthejmë në sensin politik, ka qenë i tradhti. Për arsye se ne i dim deklaratat e Vjosa Osmanit kur i thotë zotrit Kurti që unë nuk jam pro teje, kur nuk do të jem, për arsye se ti je një Hugo Chavez. Edhe realisht sot po qarkullojnë edhe vidat kur zotri Kurti na mëson edhe çysh mu pastru, çysh mu ngru, çashtu të njëjtën gjë e kishte edhe Hugo Chavezi, unë pajtoj atëherë me Vjosën. Mirë po të gjitha këtu i ka gjujt, të gjitha këtu fjalë të saj dhe është bërë bashkë për interes të vetin, që do më thonë, kjo realisht ka ik nga fryma lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe me njëherë kur Vjosa Osmani ka dalë në krahët e zotrit Kurti e ka rritjen e madhe, për arsye se njerëz të dy figura i kanë po bjen pak kundërshtim, domethënë çaja fryma brenda atarësisë ka qenë pro Vjosa Osmani derisa ka rshit knena ka lëvizur. Për arsye se një pjesë lidhja demokratike, ta sqaroj këtu. Lidhja demokratike është me të vërtetë një parti bukur demokratike në funksionimin e saj. Dhe ka rryma brenda që unë mendoj që janë të shëndetshme për një parti, dhe ka pas atë njerëz të krahut të fortë, të cilët kanë qenë anti-PDK, duke përfshirë Donika Gërvallën dhe Vjosa Osmanin. Dhe pjesë kjo e ka prek qatë sentiment, pro kjo ka marrë sentimentin e LDK-s njerëzve anti-PDK, që në kohë i ka qenë vetë venduse, dhe aty janë përputhur me zotrin Kurti. Ndërsa sa i përket bindjeve politike dhe qasës, unë mendoj që lidhjen demokratike të Kosovës kur gjë heq nuk e bashkon me Albin Kurtin, as orientimi, as fokusi partijak, as gjë tjetër. Domethënë këtu janë fakte që ne i dim. Mirë po, pse lidhja demokratike e Kosovës, unë e shoh të shëndetshme edhe rastin e zotrit Abdullah Huti, që ka kërkuar njëri me çantisë, është normale ajo. Edhe domethënë kjo është lidhja demokratike për mendimin tim, ka demokraci të brendshme dhe unë mendoj që është një parti e cila nuk është mirë që të shkojë drejt shuarjes, për arsye se megjithatë ka kriju balanca. Është një parti institucionaliste, e cila i kontribon të mirën e vendit. Dhe unë mendoj që këtu janë opsionet. Pastaj, sa i përket bashkëpunimit e zotrit Albin Kurti me lidhjen demokratike, ai sa herë të bashkëpunon me lidhjen demokratike të Kosovës, ai gjithmonë do të dëmtojë.